Drejtor, kam na tregon, kemi aqëru në drejtit të Ramazanit? Po, ishim këtu në iftarin e ftuar për mikut tim Labinotit, hoxha i Xhamis Bedre Kamberi, po bën aktivitete shumë të mira, të shkëlqyeshme, të cilat na bashkojnë. Ishim së bashku edhe me ambasadorë të shumë vende mike të Republikës Kosovës, bëm iftar së bashku. Mendoj që ngjarje të tilla janë shumë të mirëseardhura, reflektojnë pozitivisht edhe në shoqërinë tonë, edhe në popullin tonë. Po unë mendoj që ne jemi shoqëri shumë e hapur, jemi shoqëri këtu bashkëtesa fetare ka qenë principi ynë, i cili na ka mbajtur gjallë për gjatë shekujve në vendin tonë. Kështu që askush nuk është i përjashtuar nga përkundrazi, guximi edhe largpamësia e Labinotit na bën të ndihemi mirë, edhe na bën të sigurt që kjo frymë e cila e ka sjell popullin ndaj tonë, kjo frymë pozitive, do të vazhdoj edhe në të ardhmen fal hoxhallarëve vizionar që i ka Republika e Kosovës. Faleminderit shumë.